Anisa, përshëndetje. Përshëndetje. A ke ndonjë informacion se çfarë date është sot dhe çfarë informacioni ose njohurie ke ti rreth kësaj date? Po patjetër, sot është data 7 maj, është ditë dhjetori i një faqe website-i Edwin, i cili jep mundësinë shkollave shqiptare dhe atyre europiane të bashkëpunojnë me njëri tjetrën për të arritur të ardhmen sa më të mirë në fushën e arsimit. Po, kemi ndonjë informacion, ka antar në shkollën tonë ose si është vepruar, domethënë në shkollën tuaj konkretisht me këtë website, kush menaxhon e tjera, çfarë mund të thuash? Pasi mendimin e mësuesit tonë drejtoreshës Aida Lushi, duke qenë se ne jemi një shkollë e vogël, kemi bërë një hap të madh duke qenë pjesë e Edwinit dhe kemi përgatitur një plan të detajuar mbi projektet që ka Edwini dhe kemi pjesëmarrjen e të gjithë nxënësve. Jemi shumë të kënaqur që jemi pjesë e Edwinit, por do ishim akoma më shumë nëse do ishim fitues të ndonjëherë konkurseve të Edwinit, duke vlerësuar kështu punën që ne kemi bërë. Shumë faleminderit, ju urojmë suksese në të ardhmen në punën tuaj.